po flas për gjithë. I përshëndes të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen në botë. Erdhi përfundimi i komunistave dhe agentëve që kanë dalë këtu përdallë. Ne i kontrollojmë, ne kemi ngritur studentët që janë në Maqedoni, ne i organizojmë këtu, po janë ja 7-8 veta, unë e kam nxjerrë në televizor, cili është ai person që është i futur nga Sali Berisha dhe nga Edi Rama. Pra, shqiptar, gruat më datën 13, është dita e fundit e agentëve, e spionëve, e këtyre që rrinë këtu që paguen, edhe hiqet trima, këta janë lëmarsh. Keni kërkuar mbështetjen e policisë për këta Po, persona që po thoni? policia është këtu dhe e është duke kontrolluar. Policia është në favorit të shqiptarëve. Policia, sidomos drejtori i policisë, është një heroj i kombit që e ka ndryshuar nga drejtoritë e policisë. Ai nuk merr urdhë as nga Berisha, as nga Edi Rama, ai merr urdhë nga rinia. Pra, Janë qëllimet dhe synimet tuaja, do rrëzoni Edi Ramën? Edi Rama ka rënë. Qeverinë teknike e kemi krijuar. Me shqiptarët me ju, u gëzohem për gazetarët e ri që janë shpresa e kombit ju, kurse ata që quhen gazetarë, e analistë për televizor, ata që po flasën aty, ata janë agenta. Neve i kemi nxjerrë dokumentat, do shikoni dokumentat SPAK-u që kanë erdhur nga inteligjenca jonë. Ju e kuptoni ç'do të thotë. Kanë erdhur emrat që do arrestohen një nga një. I shihni këtu afër janë ca që punojnë në gazetën.